Compresa, buongiorno, tutto bene, grazie. Nderuar zoti Karbone, nderuar koleg pjesëmarrës, ju uroj mirëseardhje në Shqipëri dhe ju falenderoj për këtë vizitë, e cila konfirmon edhe një herë marrëdhëniet e shkëlqyera dhe bashkëpunimin e ngushtë me dy strukturave tona ligjvatuese. Është fakt që ju përfaqësoni një nga institucionet më të konsoliduara dhe më me përvojë në luftën kundër krimit të organizuar në Europë, dhe për policinë e shtetit është një kënaqësi e veçantë që të kemi një partner si ju në përpjekjet tona të përbashkëta për të luftuar format më të sofistikuara të krimit të organizuar. Ndër vite bashkëpunimi jon me DIA në shteuar në mënyrë të qëndrueshme, janë zhvilluar operacione të përbashkëta, janë shkëmbyer informacion, janë ndjekur hetime komplekse me impakt të ndjeshëm për të dy vendet. Vlen të theksohet padyshim se autoritetet policore italiane dhe veçanërisht zyra ndërlidhëse dhe Guardia di Finanza në Tiranë kanë dhënë një kontribut të frytshëm në drejtim të kësaj lufte të përbashkëta. Së shpejti pritet të finalizohet dhe nënshkrimi i memorandumit operacional antidrog me autoritetet italiane, i cili besoj që do të hap një kapitull të ri të bashkëpunimit ton strategjik. Unë mund të konfirmoj që vendi jon është angazhuar në luftën për forcimin e sundimit të ligjit dhe në rritjen e kapaciteteve institucionale për të përballur me këto fenomene. Në këtë kontekst, mbështetja teknike, shkëmbimi praktikave më të mira, bashkëpunimi operacional me strukturat tuaja dhe veçanërisht me DIA janë thelbësore për rritjen e kapaciteteve tona, sidomos në fushën e hetimit financiar, ndjekjen e pasurive me origjinë paligjshme dhe çmontimit të rrjeteve kriminale ndërkombëtare. Në emër të Policisë së Shtetit Shqiptar, dëshiroj t'ju falenderoj për mbështetjen e vazhdueshme dhe në angazhimin tuaj në forcimin e sigurisë së përbashkët. Besoj që kjo vizitë do të shërbejë si hapi i mëtejshëm drejt një bashkëpunimi më të ngushtë dhe më efikas në të ardhmen. Ju uroj qëndrim të frytshëm në Shqipëri dhe suksese në misionin tuaj të rëndësishëm. Grazie. Ju falenderoj edhe një herë për një pritjen që patët që na ofruat edhe dje delegacionit ton. Jemi veçanërisht të kënaqur që jemi këtu sot dhe ju takojmë juve dhe drejtorinë tuaj. Lufta ndaj krimit të organizuar nuk ka më një drejtim lokal apo kombëtar, por ka një dimension ndërkombëtar. Dhe le të themi edhe brenda të Bashkimit Evropian dhe i përket gjithë shteteve të europiane, por edhe me shtetet e kufitare. Më pas krimi organizuar, nëse këto vite i është kushtuar trafikut ndërkombëtar të lëndëve narkotike, sigurisht që lufta ndaj krimit komplikohet, sepse jo vetëm krimit të trafikut të drogës, po përzihet kështu edhe riciklimi i parave. Dhe riciklimi i parave ndot edhe ekonomitë tona, duke dëmtuar sipërmarrjet, njerëzit dhe njerëzit që duan që të kontribuojnë në një rilindje edhe një forcim të ekonomisë dy vendeve tona. DIA ka një jetë pothuajse 30 vjeçare tashmë, por në brendësi të institucionit dhe të organizmit ka profesionalitet dhe që vijnë nga tre forcat e policisë italiane. Karabinierët, Guardia di Finanza dhe Policia e Shtetit. Unë, për shembull, jam funksionar i Guardia di Finanza, Dottoressa Galante është e Policisë së Shtetit dhe Generali Lici është i Guardia di Finanza gjithashtu. E them këtë sepse secili nga ne sjell me vete në brendësi të këtij organizmi profesionalizmi që ka fituar gjatë viteve që ka bërë shërbim në administratën në cilën ka përkitur. Kështu që kjo është një shifër e përbashkët për të gjithë operatorët e DIA-s që vijnë nga forcat e policisë.
Dhe ishte pikërisht kjo ide Giovanni Falcone që të krijonte dhe të ndërtonte një organizëm të vetëm, unik, që do t'i përkushtohej kundërshtimit, luftës së kriminalitetit të organizuar. Dhe jo vetëm krimit të zakonshëm, po krimit me vulën e mafjas, krimit mafioz. Kështu që në këto 30 vjet aktiviteti jonë ka ndryshuar, sepse siç e dini ndryshojnë dhe mafjat, ndryshojnë edhe bizneset e tyre kriminale, ndryshojnë edhe kontekstet gjeopolitike në të cilat ne ftohemi edhe thirremi që të punojmë mbi to. Dhe pikërisht në këtë kuptim, në këtë zhvillim që ne konsiderojmë që bashkëpunimi dhe miqësia me policinë shqiptare të jetë një faktor strategjik, të jetë një gjë shumë e rëndësishme, sepse hetimet, aktivitetet e hetimit faktojnë gjithmonë më shumë një aleancë midis kriminalitetit tonë dhe kriminalitetit italian dhe kriminalitetit shqiptar. Edhe kështu që nevojitet të punojmë dhe të bashkëpunojmë së bashku. Ka gjithashtu edhe akorde, marrëveshje, norma që lehtësojnë nga një pikë vështrimi juridike e bashkëpunimin tonë. Por neve e konsiderojmë që marrëdhëniet personale, njohja me njëri tjetrin është më e fortë dhe më ndikuese në respekt në raport me normat juridike të punës tonë. Kështu që besojmë bindshëm se në bashkëpunimin tonë, në shkëmbimin e informacioneve, edhe në shkëmbimin e eksperiencave në praktikë. Të praktikave më të mira, kështu që natyrisht gjithë kjo do t'i përkasë edhe më shumë aktiviteteve tona hetuese në terren. Në këtë këndvështrim, neve jemi shumë të hapur, shumë të gatshëm që të japim ndaj kolegëve që juve jeni kryesoni, të japim praktikat tona më të mira, eksperiencat tona në terren me aktivitete, formimi, me trajnimi, duke u nisur nga një trajnimi nuk është i vetëm në një rrugë, sepse duhet palët të shkëmbejnë eksperjencat. Ju na jepni eksperjencat tuaj, ne ju japim tonën. Dhe kur përballen këto gjëra, atëherë mund të lindin edhe refleksione dhe projekte të reja. Kështu që ju duhet ta dini që ne jemi të gatshëm, do t'i parapri edhe kolegëve të mi, Generali Nisi, kështu që këtë impenjim dhe këto fjalë që nuk të mos jenë boshe, por që jenë një premtim, një paraprirje edhe të nisjes së një projekti që mund ta konkretizojmë në pjesën e dytë të vitit. Edhe kështu që ndoshta edhe mendojnë ditë takimi në këtu në Tiranë. Më lejoni edhe diçka tjetër që falenderoj kolegët të zyrës e ekspertit sigurinë në Itali. Ata gjithashtu janë pika jonë e mbështetjes e koordinimit dhe pikërisht në Shqipëri, kështu që do t'jenë të përfshirë, do t'jenë edhe ata të përfshirë derisa të realizojnë këto projekte dhe kjo dëshirë e takimeve dhe shkëmbimit e informacione dhe që të kalojë nëpërmjet tyre. Kështu që bashkëpunimi do të ketë
come dire, un occhio do particolare, të ketë një sy të veçantë në interes të vendit tonë, kështu që eksperienca e fituar në shumë vite duhet të kapitalizohen, duhet të vëhen në praktikë. Sigurisht falënderimi shkon edhe për bashkëpunëtorët e tjerë, kështu që të gjithë të zyrës së sigurisë, zyrës që drejtohet nga zoti Gava, kështu që bashkëpunëtorët e tij për të gjithë. Ju falenderoj. Grazie.